mbrapa në vitin 2000, por përpjekja për një kod elektoral kishte filluar më herët, diku nga viti 1998, në kuadër të reformës institucionale. Aso kohën kam punuar me Beni Mamin në Ministrinë e Reformës Institucionale, kështu quheshte. Ishte Ministri Shteti që merreshte me ligjet e post-kushtetutës së re. Dhe një nga ligjet ishte edhe hartimi i një ligji zgjedhor, dhe një ligji për referendumet dhe një ligji për KQZ. Këto ishin tre ligjet e veçanta që duheshin bërë në kuadër të kushtetutës së re. Ju sillim edhe herë në vëmendje, kushtetuta e re kishte futur në tekstin e saj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për herë të parë kishin në kushtetutë, kishte ndryshuar sistemin zgjedhor, e kishte bërë proporcional personalizuar, dhe kishte dhe rregulla të reja për referendumet, për mënyrën e mbajtjes së referendumit. Pra duheshin 3 ligje për t'i harmonizuar me kushtetutën. Kështu që në këtë pikpamje unë u caktova që të merresha me këto 3 ligje. Me kalimin e kohës, kuptuam një gjë që do ishte më mirë që ne të përmbledhim të gjitha këto ligje në një dokument të vetëm dhe ta quanim kod. Në fund ditës ky është qëllimi i kodit, të përmbledh në vetvete të gjitha ligjet që rregullojnë të njëjtën gjë. Dhe kjo quhet kodifikim. Këtu lindi edhe koncepti për një kod elektoral. Dhe kështu punuam, ndërtuam disa projekte të këtij kodit elektoral, ku kishte këto 3 komponent, pra rregullonte KQZ-n, të rregullonte sistemin zgjedhor të ri, kuptohet me gjithë komponentet e veta, përgatitjen e zgjedhjeve, mbajtjen, votimin, listat e zgjedhësve etj. Dhe të sqaronte edhe referendumet. Dhe për kuriozitetin tuaj, ato nenet që janë për referendumin, të vetme që janë sot në fuqi, janë të atij kodi. Ai kodi i vitit 2000 ka pësuar shumë ndryshime, por nenet e referendumit nuk kanë ndryshuar. Janë siç kanë qenë, janë akoma të vitit 2000. Kështu që kjo ka qenë arsyeja pse ne bëm një kod elektoral atëherë. Nuk ka qenë thjesht për ta prezantuar, edhe brenda qeverisë socialiste të kohës. Ka pas shumë komente, aso kohë ndjes pas Bashkim Fino ka qenë ministër i pushtetit lokal. Ishte shumë kritik me kodin, shumë kritik. Po një kritik të frytshme, në thënë drejtën. Brenda qeverisë kishte rryma të ndryshme, sepse tradita thoshte që ne kemi ligjin e zgjedhjeve, pse duhet bëjmë kod. Problemi ishte që kodi ishte diçka më e përmbledhur dhe kështu ngele, kod që nga ajo kohë kështu ngeli, edhe eci kjo praktikë. Pastaj, se si ka ecë në vite, ne jemi dëshmitar që sigurisht ai kodi i vitit 2000, që ishte i pari në këtë proces, pësoi ndryshime të thella deri në ditët e sotme, me përjashtim të neneve të referendumit që janë ende në fuqi. Dushku është i vitit 2001. Ajo që ndodhi në zgjedhjet e vitit 2000 ishte përgjithsisht Bashkia e Tiranës, po ta mbani mend, dhe debati nuk ishte shumë i madh në lidhje me po themi procesin e vetimit, të votimit, shifeni sa ka ndryshuar gjëra, votim janë bërë njëjta gjë. Por në vitin 2001 pastaj ka lind çështja e dushkut. Çështja e dushkut, jo, më falni, përveç para çështjes dushkut ka qenë çështja e votimit në disa zona ku ishin problematike. Përgjithsisht zona e Dibrës, ka qenë zona ku konkuronte Luan Rama, ka qenë zona ku konkuronte Ilir Gjoni, por thelbi i debatit përveç mënyrës votimit, aso kohë ishte dhe mbeti për kohë të gjatë mënyra e kompozimit të KQZ-s. Ai ka qenë debati politik i kohës. Sepse kishim një prezencë të shtuar edhe të presidentit edhe të Këshillit Lart të Drejtësisë në propozimet e kandidaturave për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që ishte formulë kushtetuese kjo, dhe që sigurisht Partia Demokratike në opozit nuk e pranonte dot, sepse krijoi një disbalancë. E vërteta është që krijoi një disbalancë në kuptimin e besueshmërisë, sepse në përbërje unë mendoj që ata kanë qenë emra shumë të mirë, më drejtën. Ishin profesorë, ishin njerëz me dinjitet, nuk ishin kështu kot. Është më tepër që Recep Majdanit nuk i shpëtonin
kollej emrat, pa nuk fuste dot emra do si do. Xhepi Tani ka qenë burr shumë serioz, domethënë, në thënë drejtën, në ushtrimin e detyrës presidentit të Republikës, po edhe në si kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kishte një far peshe, një far kontrolli. Pra si viti ishin shumë të mira, por besueshmëria politike ishte diçka që ishte lënë e pazgjedhur. Ky ka qenë debati atyre zgjedhjeve. Në thelb, që çoi pastaj në ndryshimet e kodit zgjedhor për të ndryshuar formulën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Madje kemi shkuar edhe në një ekstrem, kemi ndërhyrë në vitet 2007, kemi ndërhyrë në kodin zgjedhor për të shtuar numrin e anëtarëve të KQZ-s, për t'i bërë qefin edhe LSI-s. Imagjino çfarë hatarash kemi bërë me para ndryshimeve të 2008-s, kemi bërë ndryshimet të 2007-s në kushtetutë për të prek KQZ-n, pas grevës urisë Ilir Metës e kështu me radhë. Pra kemi ndërhyrë në ekstremitete absurde në kushtetutë për të rregulluar klimën e besimit. Po klima e besimit ka qenë dhe mbetet problemi themelor në zgjedhje. Nuk është çështje ligji nganjëherë, sa është klima e besimit. Mani men atë kërcimin të Tavolina Josefina që çoi në atë në rikompozimin e KQZ-s. Kështu që ka qenë domethënë ka pas gjithmonë lëvizje të ashpra të forta politike në drejtim të KQZ-s. Kjo ka qenë thelbi i gjës. Ashtu siç ka pas edhe lëvizje në drejtim të largimit të gjykatës kushtetuese nga procesi ankimor, pas zgjedhjeve të vitit 2001, gjykata kushtetuese ka pas një rol shumë të madh, sepse ka pas rreth 60 e sa vendime për procesin zgjedhor. Dhe atëherë gjykuam që duhet ta çlirojmë gjykatën kushtetuese nga procesi rutin i ankimeve, por dhe u kriju kolegji zgjedhor pastaj në zgjedhjet e vitit 2003, u krijua kolegji zgjedhor i posaçëm, ka qenë një propozim i Fatmir Mediut. Ai ka insistuar shumë për këtë, dhe kjo ide ka ngelë sot e kësaj dite për një ide në një kolegji të posaçëm zgjedhor që të merrej me çështjet e zgjedhjeve pranë gjykatës së apelit në Tiranë. Unë nuk mendoj që liria e votës në Shqipëri ka qenë e cënuar ndonjëherë. As në vitin 97, kur është votuar me armë në dorë, prapë them që liria e votës nuk ka qenë në diskutim. Domethënë pyetja që bëhet në Shqipëri është kjo: a është njeriu, është shqiptari i lirë të votojë apo jo? Unë mendoj që zgjedhjet në Shqipëri janë të lira, ama secili e bën atë zgjedhjen që do. Do thoni ju përkundrejt pagesës apo përkundrejt për çfarë si ka prapë zgjedhje, sepse ty edhe mund të ave në armën në kokë, dhe ti prapë bën zgjedhjen tënde. Jo, nuk është e mundur, po prapë është çështje zgjedhje, nuk është se ta mori dorën dikush, votën dikush edhe ta hodhi në emër tat. Kjo do ishte diçka e palirë. Sigurisht në vullnetin e njerëzve ka ndikon, nuk të kemi realist. Por në fund të ditës ti shkon te kutia e votimit dhe hedh votën. Në këtë kuptim e quaj liri, edhe kjo është gjë normale. Pengesat për të shkuar te kutia e votimit janë gjithnjë më të pakta. Okej, ka patur, nuk po them që s'ka patur, por jo, nuk ka qenë fenomen dominues. A janë zgjedhjet e ligjshme? Po, gjithmonë mbas ligjit janë mbajtur. Problemi në zgjedhjeve në Shqipëri është sa të ndershme janë. Të ndershme. Dhe këtu fillojnë tani gjitha ata komentet që legjitimojnë gjithë palët, po doni ju, po përgjithsisht kritikën ndaj zgjedhjeve. Ndershmëria e zgjedhjeve nuk varet shumë nga proceset teknike, po varet nga fakti se sa proporcional dhe reflektues është rezultati i zgjedhjeve me frymën popullore, me dëshirën popullore. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri për shkak të sistemeve zgjedhore korrektuese ose autokorrektuese që ne kemi zgjedhur në emër të një fjale të vetme. Shqipëria ka nevojë për stabilitet. Po ta vini re me vëmendje, kemi 36 vjet që themi ne duam stabilitet. Në emër të stabilitetit, ne kemi bërë sisteme zgjedhore autokorrektuese, që do të thotë ai që fiton më shumë. Ai që fiton, pra që është i pari, fiton edhe atë që si takon. E thon thjesht, të gjitha sistemet zgjedhore që kemi zgjedhur, këtu na kanë çuar. Dhe kjo i bën zgjedhjet e pandershme, më thënë drejtën. Sepse në qoftë se populli të ka dhënë, të themi, 60 mandate, nuk ka pse të kesh 65. Pse do të kesh 65? Apo 70, sa më keq akoma. Në qoftë se të ka dhënë 73, nuk ka pse të ketë 80.
Kjo i bën zgjedhjet e pandershme dhe sigurisht u lind një debat. A ndikojnë pastaj në ndershmërinë e zgjedhjeve faktorë të tjerë si përdorimi i parave të parregullta, përdorimi i buxhetit të shtetit, përdorimi i këtyre burimeve shtetërore, presionet elektorale, votimi familjar, gjitha këto ndikojnë, por deri më sot nuk është provuar se sa ndikojnë. Kjo është ajo që duhet të themi, por ndikojnë. Në fund të ditës tek ndershmëria, tek qenit fair, po, patjetër që kemi pasur këto lloj diskutimesh. Unë mendoj që defekti themelor që ka ndodhur në mjedisin politik dhe që ka çuar në reflektime ligjore është kjo, që ne nuk i kemi dhënë kohën e nevojshme një sistemi zgjedhor të vetëm që të shterrohet nga fillimi deri në fund. Pra, gjetëm disa defekte, hajde t'i korrektojmë, po jo ta përmbysim. Dhe kjo na ka ndodhur. Në 36 vjet ne kemi ndryshuar sistemin deri para 98-s të paktën 3 herë. Edhe pas 98-s 3 herë të tjera, 6 herë sistemin zgjedhor. Kemi parasysh Amerika ka 200 vjet që bën zgjedhje dhe ka një sistem zgjedhor. Gjermania ka një sistem zgjedhor në 70 vitet e fundit. Spanja ka të njëjtën gjë në nuk e di sa vite. Pra, nuk ndryshon sistemi zgjedhor. Një sistem ka, sistemin proporcional kombëtar. Pra, domethënë sistemet zgjedhore nuk ndryshojnë siç ndryshojmë ne kështu si bukë djath. 6 herë. Dhe jo korrektim, ndryshim me përmbysje. Ne po flasim për konceptin e gabuar që kemi, që kanë 12 dhe ne gjithë ne bashkë me ta, në lidhje me atë që quhet stabilitet. A don stabilitet? Si mund të quhet stabilitet një sistem politik, kur sistemi zgjedhor nga buron sistemi politik t'i ndryshon. Pra ti ke një fush futbolli, triblove gjithë kundërshtarët, dole me port bosh. E thu shiqyr bona gol. Ti sa merr me gjyt ka heq portën. S'ke port më. Kjo ndodh në zgjedhje. Dhe sigurisht që kjo nuk është lojë e ndershme më, sepse është dikush që të heq portën. Është dikush që të prish rregulla, dikush që të prish themelin e shtëpisë. Bie ajo, është e destinuar të bjerë. Komisionet bipartizane janë një përpjekje boshe, është një xhiro boshe, sepse thelbi është kjo, ne nuk po kuptojmë që çfarë biem dakord që kush është sistemi i 50 viteve të ardhshme, që të mos e prekim më. Kjo ka qenë arsyeja pse e kemi ngrirë në kushtetutë. Me idenë që të mos e prekim shpejt, mos e prekim sa herë politika është e palumtur. Ne kemi thyer edhe këtë tabu, ne ç'është kushtetuta për Evropë, është ligj si gjithë tjerët. Dhe këtu mbaron diskutimi. Nëse një shtet, një mjedis politik që e konsideron kushtetutën që një ligj si gjithë të tjerët, nuk s'ke çfarë diskuton më. Këto që shohim ne, komisionet, zgjedhje pas zgjedhje, Odiri që bën të njëjtën gjë, opozita që thot të njëjtën gjë, qeveria që thot të njëjtën gjë, ambasadat që thon të njëjtën gjë, dhe publiku që çon kokën si zile herë këne herë anë, nuk ka asnjë kuptim më. Ne kemi prish gurin e themelit. Dhe unë e shoh të keqin e zgjedhjeve eksakt te kjo gjë. Na duhet një sistem, le të jetë ashtu si është, por ama nga zgjedhja në zgjedhje ai vetëm përmirësohet, por nuk ndryshohet, nuk përmbyset. Kjo ka ndodhur, ne kemi përmbysur. Shikoni, ne kemi ndruar sistemin zgjedhor për herë të fundit në kushte skandaloze më. Në kushte kur opozita s'ishte në parlament, për një arsye për një tjetër çfarë si ka. E kemi ndryshuar me vullnetin e Partisë Socialiste dhe të deputetëve të listave të opozitës. Ta nuk ndryshohet sistemi zgjedhor në ta kushte sado i mirë të jetë ai sistem, sado racional të ketë racionale të ketë patur, nuk ndryshon dot. Dhe kjo është një problem se po ndryshon themelin e gjës. Dhe ka një koncept në drejtësinë kushtetuese që është edhe siguria ligjore. Siguria ligjore sigurisht radh para shpik për qytetarët, për njerëzit e zakonshëm, por edhe për rendin kushtetues. Mjedisi politik ka pritshmëri, krijon pritshmëri të caktuara si do ta ndërtoj punën në funksion sistemit zgjedhor që është në fuqi. Po nëse ti ndron sistemin në rrugës, në mes të lojës,
atëherë përmbyset gjëja. Dhe kjo është një problem shumë i madh që e kemi ne me zgjedhje. Ky është thelbi i zgjedhjeve, në fond drejtën. Unë nuk kam besuar ndonjëherë që në magjinë e miqve të mi, Oert Bilikbashit nga njëra anë dhe Damian Gjiknuri, të dy kam shumë respekt për të dy ata. Janë ekspertë mirë, patjetër që po, tjetër gjë rreshtimi politik, por nuk është magjike kjo gjë. Thelbi është që çfarë do bëhet që të kemi një sistem që të vazhdojë për kohë të gjatë. Biem dakord që në 50 vitet e ardhshme nuk do e prekim këtë gjë. Vota, ndeshmëria e votës është cënuar në momentin që besimi ndaj votës ka rënë. Dhe kjo ka ndodhur në vitin 1996 për herë të parë. Nga 96-a e në vijim, ne vetëm e kemi përkeqësuar këtë gjë. Sepse kemi bombarduar shqiptarët me bëma zgjedhjesh. Ka ndodhur një hata e madhe, po ndodh një hata e madhe, iku ky, u vraj, kemi pasur të vrasje për fat keq. Na vodhën votat, thesi me vota, u thy kutia, u numru, u rinumru, ja futi, ja qiti. Kjo është një histori që përgjithsisht humbësit e kanë bërë këtë gjë. Dhe ja kanë arritur me shumë sukses të dëmtojnë besimin e njerëzve tek zgjedhjet. Kjo është elementi numër 1, patjetër që po. Në këtë pikpamje, kjo do dojë kohë që të korrektohet. Bëje si të dush ligjin ti, në qoftë se humbësi do vazhdoj të ketë të drejtë që të justifikoj veten me libra të zi apo me libra të kuq, që të justifikoj humbjen praktikisht, kjo është një gjë që do vazhdoj të ndodhë kjo. Megjithse në vitet e fundit, në zgjedhjet e fundit, po themi, ose jo në zgjedhjet e fundit, po në disa palë zgjedhjet e fundit, kjo gjë ka filluar të zërë kore, në kuptimin që të gjithë e dinë çfarë do thotë opozita e rrallës kur humb, edhe thotë okay, tani këto kanë për të thënë edhe në fakt kjo më shumë ka dëmtuar opozitën se sa procesin zgjedhor. Pra do doj kohë, besimi do doj kohë dhe do doj shumë prova për të demonstruar. Fjala vjen, ushtrimi i rinumrimit të votave është një ushtrim që e ndihmon besimin. Pra me votën, okay, hajde në numëroj. I numërojnë do që kishin vjedh veten. Kjo në sytë e publikut racionalisht sigurisht që e qetëson debatin mbi besimin. Por ajo që ka për të ardhur tek ndeshmëria e zgjedhjeve, unë mendoj që edhe kjo do doj kohë, por masi të kemi bërë një dakordsi. Na duhet vetëm një dakordsi. Cili është sistemi zgjedhor? Kur them sistemi zgjedhor, vota që do llogaritet për secilin subjekt në raport me votën e popullsisë në mënyrë të ndershme. Pra pa i hyrë në hak askujt. Kjo është thelbi i gjës. Dhe të mbledhim mendjen që thash në 50 apo 100 vitet e fundit kjo do jetë gjëja. E mirë apo e keqe kjo do jetë gjëja. Në qoftë se bëjmë këtë, do i bëjmë një shërbim të madh pastaj procesit demokratik.